Moti keq në Greqi përmbyten rrugët, ujë merr përpara gjithçka. Rrugë të shndruara në lumenj, bodrume të përmbytura, ndërprerje të energjisë elektrike dhe dhjetra thirrje në departamentin e zjarfiksve për pompimin e ujit dhe ndim janë ato që lan pas moti keq që goditi rajonin Atikës në Greqi. Pjesa më e madhe e ujit në periferinë jugore me Alimosin në epiqendër të rebeshit që shndroi disa rrugë në lumenj. Në rrugën Lysikrautos ujërat e rrëmbyeshëm mbuluan sipërfaqen e rrugës duke shkaktuar shembjen e një gardhi të një pallati apartamentesh dhe zhytjen në hyrjen e ndërtesës. Pamje të përmbytjeve bën shpejt xhiron e rjetit teksa rjedha nuk kurseu as makinat. Siç e përshkruan banorët, pak pas orës 18 të mërkurës, niveli i ujit kishte arritur deri në 1.5 metra dhe brenda 5 minutash fshiu oboret. Njëkohësisht ata theksojnë se për fat të mirë nuk janë shkaktuar të lënduar, ndërsa mëngjesi Krishtlindjeve i gjeti me fshesa në duar duke u përpjekur të mblidhin ujin dhe baltën nga hyrja dhe ashensori i pallatit të banesave, informon media greke Prototema. Edhe ashensori u përmbyt në ujë, dhoma u lag, disa siguresa ranë dhe nuk funksionuan më. Kishte filluar të binte shi ngadalë në pasdite. Në fillim, kanalizimet u përmbytë, më pas megjithatë kur filloi shiu i rrëmbyeshëm, brenda 5-7 minutash uji përmbyti gjithçka dhe u rit në 1.70, rrëzoi gardhin dhe përmbyti gjithçka rrëfyen ata. Ata përshkruan gjithashtu skenat e panikut që u zhvilluan në rrugë ku shoferët hipën në makinat e tyre për t'i shpëtuar ujit, ndërsa automjetet e parkuara notonin si varka mbi trotuare.